sektori privat duhet të jetë më i fuqishëm. Po sigurisht, sektori privat duhet stimulohet shumë. A mund të ketë qeveri me këtë ekspozet paraqitur të punoj për sektorin privat? Po thjesht kryeministi përmendi se do ta ndihmojmë prodhimin, edhe do ta ndihmojmë ekonominë në përgjithësi, mirë, por nuk dha premtime konkrete se në çfarë forme do të zhvillohet ekonomia private. Kështu që këtë konstelacion ka hapësirë shumë që vërtet të ndihmohet biznesi privat, sepse biznesi privat themi është shtylla ekonomisë. Unë përmend në emision, nuk e dija në emisionin tuaj apo dikuj, ne fatbarësisht që kemi njerëz punëtor, që kemi biznese që zhvillojnë ekonomi, sepse shpesh herë edhe qeveria krenohet edhe me tyra që i realizon, tyra tatimore që realizon për buxhetin e Kosovës. Mi pyetja them një gjë sepse kam përvojën në administrat tatimore e tjera, se 80% gati e tyrave tatimore në Republikën e Kosovës realizohen në mënyrë vullnetare. Çfarë do të thotë mënyrë vullnetare? Se bizneset deklarojnë vetë. Bizneset janë vëdësuar në atë formë që i paguajnë tatimet vetë. Po të lënin 20% në atë kuptimin që mund të bëhet nga rivlerësimi i administratës tatimore, respektivisht doganës e tjera, të cilat realizohen. Mirë po, domethënë, është popullata e disiplinuar, është domethënë biznesi disiplinuar, është biznesi punëtor që e krijon këtë GDP, e krijon këtë bruto vendor, pa pastaj edhe rritjen ekonomike. Mirë pa ajo, do të stimulohet, do të ndihmohet më shumë në mënyrë që e njëjtë të thjesht të ketë një bazë më të fortë. Eksportet që rrit. Ta vetëm një shembull. Si e ndihmoi qeveria rritjen e eksportit? Është ta themi një pyetje si provokative, vetë. E ka ndihmuar? Po, jo as shumë. Domethënë bizneset e kanë rritur eksportin vetvetiu. Kanë gjetë tregje të jashtme, ka shumë mobileri në Kosovë që bojnë eksporte jashtë vendit. Jenë lidhë qoftë me bashkëdhëtorët tonë atje, qoftë me biznese tjera, qoftë në Gjermani, Zvicër, SBA e tjera. Më thonë është iniciative vetë biznese. Kështu që thjesht mbetet që qeveria ta ndihmojë më shumë biznesin në mënyrë që ai të realizojë edhe fitimet e veta, po në bazën e fitimeve të tyre të paguajë edhe tatimet për shtetin.